Si që thashtë ata u paraqitën për herë të parë në Shqipëri në 2023, pastaj vazhduan me shtetin bisedimet për Sazanin dhe vazhduan me privatët punët e tyre. Projekti nuk u miratua në formën e paraqitur fillimisht. Aplikimin e tyre të parë, ata e kanë bërë pranë Agjencisë së Zhvillimit të Territorit në datën 10/9/2024. Pra jemi thuajse 2 vjet përpara. Dhe në mbledhjen e datës 25/9/2024, KKT-ja e ka rrëzuar projektin dhe ka kërkuar që të zvoglohet intensiteti i ndërtimit dhe të sigurohet ruajtja e lagunës. Janë të shkruara këto, janë në proces verbale. Dhe projekti, gjithmonë flasim për konceptin, nuk flasim për projektin e ndërtimit, flasim vetëm për masterplanin. Është miratuar vetëm pasi janë plotësuar 1 nga 1 kushtet e vendosura. Në vitin 2024, nuk u miratua një projekt arkitektonik. Dhe nuk ka asot që flasim ne dhe që juve jeni zëmëruar me të drejtë për çka keni dëgjuar, po tani më dëgjoni mua. Sot që flasim, nuk ka një projekt arkitektonik të miratuar. Nuk ka, nuk ekziston. Çfarë shihni në për filmat që i prodhojnë ata që duan t'ju nxisin sa më shumë duke shfrytzuar pikërisht ndjenjën e pastër tuajën, janë të krijuara si Wog the Dog.